Vendi ynë ka pagën minimale më të ulët në rajon, përveç Kosovës, e cila ka një sistem tjetër llogaritje. Sipas të dhënave më të fundit të Open Data Albania, aktualisht paga minimale në Shqipëri është 22.000 lekë të reja, e cila për të arritur deri në këtë pikë është rritur vit pas viti. Megjithatë, sot ajo përfaqëson vlerën më të ulët të një page minimale se Serbia, Malizi, Kroacia dhe Maqedonia, ku paga minimale varion nga 230 euro deri në 400 euro. Po a mjafton në ditët e sotme kjo pagë për të bërë një jetë normale? Para se të japim përgjigje kësaj pyetje, UECAP ka bërë llogaritjen e shpenzimeve mujore të një familje me 4 pjesëtar, e cila ka të ardhura mesatare. Sipas të dhënave të Instat, paga mesatare bruto në shtet është rreth 51.000 lekë, pa llogaritur detyrimet për sigurimet shëndetësore dhe ato shoqërore. Nëse do të llogariten edhe këto detyrime, paga neto mbetet rreth 40.000 lekë të reja. Atëherë të ardhurat totale të kësaj familje janë rreth 80.000 lekë të reja. Në rastin më të mirë, banesa është e tyre dhe ata nuk duhet të paguajnë detyrim për strehimin, por mesatarisht shpenzimet mujore për energjinë të kësaj familje janë rreth 8.000 lekë. Së bashku me shërbimin e ujit dhe internetit, llogariten në një total prej 10.000 lekë të reja. E në rastin e arsimimit të fëmijëve, kjo familje duhet paguajë më pak se 10.000 lekë të reja për kopshtin apo shpenzimet shkollore për fëmijët e tyre. Një tjetër shpenzim mujor është ai për transportin, që llogaritet deri në 20.000 lekë të reja, por ashtu siç dihet, pjesa më e madhe e konsumit mujor shkon vetëm për ushqimet. Në rastin e kësaj familje, ajo shpenzon rreth 40.000 lekë të reja vetëm për të ushqyer, dhe këtu mbyllet bilanci i një muaji. Pasi kjo familje vetëm për këto detyrim të domosdoshme mujore duhet të shpenzojë rreth 80.000 lekë të reja në muaj. Pra duke mos përfshirë këtu shpenzimet për komunikimin, shëndetin, argëtimin, veshjet dhe të tjera nevoja të çdo muaji. Kjo do të thotë se kjo familje në një muaj duhet heqë dorë nga disa shërbime për të rikuperuar ato në muajin tjetër. E nëse kjo familje do të duhej të paguante edhe qeran ose kredinë e shtëpisë në një nivel mesatar prej 15.000 lekësh të reja, në rastin më të mundshëm, ajo do të duhet të kufizonte shpenzimet për ushqimin apo transportin për të kompensuar pagesën e shtëpisë. Atëherë, çfarë do të ndodhte në rastin e një familje ku bashkëshortët marrin vetëm 2 paga minimale, pra rreth 44.000 lekë të reja? A nuk do ta kalonte çdo muaj ajo në kufijtë e mbijetesës, pasi duhet kufizonte ushqimin, arsimimin e fëmijëve, transportin dhe veshjet për të mbuluar shpenzimet jetike të një muaji?